dhe ta marrësh me mund, merreni me mend. Në vitin 1895 vëllezërit Lumière krijuan filmin e parë, 45 sekonda. Si ky 45 sekonda. Dhe fal vëllezërve Lumière, pra francezëve, në vitin 1895 u krijuan filmat e parë. Merreni me mend pasaj. Pas ti edhe të tjerë filluan që të bënin filma më të gjatë. Pastaj mbani mend Charlie Chaplin, që ishte gjeniu, që bëri që meqense filmat nuk ishin me zë, po i vendosi një muzikë dhe pastaj filloi që të viste me gjëra të bukura që të kënaqte publikun. Dhe në vitin 1927 u krijua televizori i parë. Nga aty pastaj vazhduan dhe duke krijuar deri në vitin 1970 e ca që u krijua telefoni, ai që më dorë. Pra, nga një shirit i tillë, nga këtu u krijua filmi i parë, vëllezërit Lumière. Dikur, merreni me mend, dikur unë isha këtu brenda, dikur, bëja aktorin këtu brenda. Pastaj kalova pas saj, jo në shirit, por duke bërë programe televizive, dhe sot jam pas telefonit. Të gjithë jemi pas telefonit, por doja t'ju thosh që si zhvilloi njeriu. Hajde, kalofshi bukur.